Përqendrohemi në këtë moment tek hapësira për fushatën elektorale drejt zgjedhjeve të 11 majit, duke pasur parasysh që gazetarët tanë në terren sjellin detajet më të fundit nga kampet ndryshme, por sigurisht edhe nga qytetet ndryshme. Sot në lidhje të drejtë për drejtë kam Fiorella Beleshin nga Partia Socialiste, Ervin Koçën me të dhënat më të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Votat e Diasporës, gjithashtu nga Durrësi, Elitiona Dokon ku viziton sot këtë qytet bregdetare dhe Altin Dumani, më pas do të na bashkohet edhe Nesi Baramemaj nga kampi blu. Do e nis këtë lidhje me njëherë me Elitionën. Përshëndes Elitiona, në çfarë konsiston sot kjo vizitë e Altin Dumanit kreu të SPAK në Durrës? Në fakt, vetëm pak minuta më parë është shfaqur dhe është futur brenda në ambientet e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës, zoti Altin Dumani, kreu i Kemi pak të vështirë të dëgjojmë Elitionën në këto momente. Mirë, agenda e Altin Dumanit sot në Durrës pritet të jetë në fakt në një takim me student në universitet, i cili do t'jap edhe mesazhet e tij jo vetëm për shtetin e së drejtës, por gjithashtu edhe për ato çfarë konsiderohet e rëndësishme në këtë periudhë. Do të na jap më shumë detaje Elitiona që e kam në lidhje të drejtë për drejtë, pikërisht ndodhet aty ku tashmë ka mbërritur edhe zoti Dumani pranë universitetit, apo jo Elitiona? Ju përshëndes sërish, po vetëm pak minuta më parë kam rritur në ambientet e kampusit universitar Aleksandër Mojsiu në Durrës, zoti Altin Dumani, i cili është pjesë e konferencës së 8 ndërkombëtare që zhvillohet në këtë universitet, pikërisht të fokusuar te shteti, shoqëria dhe ligji. Pjesë e kësaj konference të rëndësishme ndërkombëtare janë kryesisht vendet e Ballkanit Perëndimor dhe institucione të ndryshme akademike, të cilat janë në procese integruese të përbashkëta ashtu si dhe e vendi ynë. Fakti që zoti Dumani paraqitet në sesionin e parë hapës të kësaj konference, të fokusuar pikërisht te rëndësia e shtetit së drejtës dhe lufta kundër korrupsionit. Ai ka një fjalë përshëndetëse mbi rolin e SPAK-ut në procesin e integrimit evropian të vendit tonë dhe rëndësinë që ky institucion i rëndësishëm ka në funksionimin dhe në zbatimin e ligjit dhe shtetit së drejtës. Janë përfaqësues të ndryshëm, si kundër e thash, pjesëmarrës në këtë konferencë të 8 ndërkombëtare, ku përfshir kryesisht Kosovën, Rumaninë, si dhe vende të tjera partnere në proceset integruese. Pritet që zoti Dumani të ketë edhe një fjalë mbi rolin e SPAK-ut dhe rëndësinë, si kundër thash, të këtij institucioni në zbatimin e shtetit të së drejtës dhe sigurisht prania edhe e studentëve dhe këshëria e tyre natyrisht do t'i japi edhe një tjetër dimension, le ta themi, e kësaj konference tepër të rëndësishme në Universitetin Aleksandër Mojsiu dhe pikërisht të jep më shumë jehona dhe prezenca e kreut të SPAK mëngjesin e kësaj të premteje. Shohim nëse do i përgjigjet edhe interesit të studentëve për ndonjë pyetje të mundshme dhe se çfarë mesazhesh mund të përcjell nga Durrësi gjatë ditës së sotme kreu i SPAK Altin Dumani, por dua të përqendrohem pak edhe te fushata elektorale, që është një ndër pikat kryesore të çdo diskutimi gjatë këtyre ditëve në Shqipëri. Si është atmosfera e fushatës elektorale në Durrës, ku po përqendrohen më së shumti kandidatët? Në fakt, qyteti i Durrësit, po vetë qarku për shkak të rëndësisë, por edhe për asaj se çfarë ka në fokus kryesisht për këtë fushatë elektorale, por jo vetëm, rolin e rëndësishëm që ky qark ka në politikën vendase, natyrisht që ka vëmendjen e të gjithë dhe sigurisht na duhet që ta vëzhgojmë her pas here dhe të ndjekim nga afër edhe fushatën e të gjitha kampeve pjesëmarrëse në garën e 11 majit. Në fakt, vjet e re të paktën që ka filluar që nga data 11 dhe hapja zyrave elektorale e fokusuar kryesisht, ky është ndryshimi, le ta themi, me fushatat e paraardhëse parlamentare, ku fokusi është te vetë kandidatët. Pra kandidatët në garë, zyrat e tyre elektorale, përveç sloganeve partijake, natyrisht që kanë në fokus figurën e tyre dhe atë se çfarë paraqesin vetë ata. Pra janë ngritur një sër grupesh terreni nga vetë kandidatët, pra nuk funksionon më si e unifikuar asnjëra nga subjektet politike, le ta themi, por gara
me sa duket është e përqendruar te vetë kandidatët kryesisht në listën e hapur, pasi sigurisht më komod janë ata që janë në listën e mbyllur dhe që në një farë mënyrë kanë marrë edhe konfirmimin për të qenë pjesë e parlamentit pas 11 majit, si nga kampi i Partisë Socialiste, ashtu edhe i opozitës, natyrisht që në të gjitha lagjet e qytetit Durrësit, por edhe në një sit vendore ka nisur përgatitje dhe fushata në terren tashmë dhe me zyrat elektorale të hapura në këto zona dhe sigurisht që ka filluar puna organizative e të gjitha kampeve pjesëmarrëse në këtë garë politike për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Deri tani duket një situatë e qetë, pavarësisht se Durrësi është në fokus të gjitha debateve dhe studiove televizive për sa i përket kësaj gare, për shkak të asaj se çfarë ka paraqitur apo rolit apo edhe vetë problematikave që janë hasur me kandidatët apo me një pjesë të deputetëve që kanë qenë kryesisht në listën e Partisë Socialiste në zgjedhjet paraardhëse dhe sigurisht duket se kandidatët, sikundër e thash, janë të fokusuar kryesisht te gara individuale dhe për të marrë sa më shumë vota dhe për të bërë pjesë. Pra ka një garë jo vetëm përballë subjekti përballë subjekte, tashmë gara është e fokusuar në kandidat përballë kandidatëve edhe në brenda të njëjtit subjektit politik. Qartë Elitiona, faleminderit për detajet që përcolën, ndërsa në këto momente do të zhvendosen termin kod.